Qari. Në vitin 1997, UÇK-ja bëri paraqitjen e saj të parë, duke simbolizuar fillimin e një lufte për liri dhe pavarësi. Kjo ditë shënon një moment të rëndësishëm në historinë tonë, ku fryma e guximit dhe sakrificës e Ademja Sharit vazhdon të frymojë ende edhe te brezat e rinj. Ti ndjekim ata me paraqitjen e tyre në skenë. I gashëm në çdo kohë pa kursyer as jetën time. Nëse shkelket me tim, qofti unë për gjokoj. Petur! Bravo!